më ushit si kompetent. E pasha atë ditë në emision që është prezantoi ke Kosovën. Atë ke Kosova është në çtobull, çtu. Po. Atë ke Kosova është çtu. Po. Që neve na del ujës është realisht, Kosova është çtu. Ata që fjalën për lasim mbi detare, që kemi dhe lumej dalin jashtë, ujrat nuk rrinë. Ata që janë gjeografë atin. Pse? Kosova ndohet rrofshin e Kosovës në pjesën lindore dhe në pjesën perëndimore rrofshin e Dugaxhinit. Bishtë e Çavicës janë mes. Dhe është rrethëkuar tërësisht me vargmole. Nuk është Kosova çështë. Nuk jena na aty jetu në kohë Ranalt e me shku poshtë. Na jetojmë kështu, rrofshi i Kosovës, rrofshi i Dugaxhinit. Domthonë interpretim manipulues. Edhe komplet jo profesional, edhe në aspekt geografik. Duhet me sfidu, unë kësha po shef me kon debat me to, edhe kësha sfidu në shumë tema, po e di që ju shmongët debatit. Po me gjithat, dalësia mbitetare në Kosovë është e lartë, edhe kjo logjika që lumej dalin jashtë Kosovë. 500-600 metra. Fakt zokun përveç kur je në alsin barabart me detin uj nuk del jashtë teritorit, nuk kemi det, është e logjikshme. Është e logjikshme, po nuk është në formën që është prezantoj, është në të kundërtën. Mirë, po më intereson tek Partia Demokratike e Kosovës, pati shumë debat për çështjen e limajt, listat, plasi debati, dhe në një moment kur u krija përshtypje që LDK-ja, PDK-ja